Në emër të Partisë Demokratike, ripërsëris kërkesën e prerë të dorëheqjes së Edi Ramës si uzurpator i postit të kryeministrit të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e nisi konferencën për shtyp këtë të martë me kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës, dërsa në vijim tha se nuk përjashtohet asnjë skenar opozitar. Ditën e seancës që do të diskutohet heqja e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, aktualisht e pandehur, e pezulluar dhe e shkarkuar nga detyra pas hetimeve të SPAK dhe IGKK. Ai deklaroi se shumë deputet kanë shprehur dëshirën për akte sublime, gujim dhe grevurie nëse nuk hiqet imuniteti i Ballukut, por ai e vuri theksin te verdikti i sovranit. E vërteta është se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosmërinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie, dhe asgjë nuk përjashtohet. Por, gjithçka, çdo hap duhet ndërmirret në momentin e duhur. Mendoj se fjala e sovranit është çështja më kryesore në rendin e ditës. Sovrani duhet të flasë sepse kjo që po ndodh me shqiptarët është e pashembull në histori. Kujtojmë vetëm kaq. Një njeri që 6 muaj rresht u premtoi shqiptarëve integrimin në 27-ën, integrimin në 30-ën, tani që është kap me presh në dorë si hajdut. U thot se nuk kemi nevojë për integrim të plot. Dhe njëherë për qytetarët. Kryeartikulli i Argatit dhe i padronit Vučić dhe Argatit Rama në Frankfurter Allgemeine Zeitung duhet kuptohet qartë. Lideri i opozitës nënvizoi se kryeministri Rama i ka mbyllur përfundimisht dyert e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por sipas tij, populli shqiptar nuk e ndal asgjë në këtë mision dhe ëndër.